sot e kemi një temë prej tema më të rëndësishme, po edhe prej tema më të bukura që ndërlidhet me jetën tonë. Bëhet fjala për vlera e diturisë mbi pasurinë. E këtë temë prej të parëve që na i ka hapur dyert e kësaj teme është prisi besimtarëve Aliu radiallahu anhu. Ai i ka bërë disa krahasime madhështore midis diturisë dhe pasurisë në këshillën e tij që ka dhënë njërit prej nxënësve të tij Kumejlit. Pastaj këto krahasime disa dietarë i kanë shtu, siç është Ibn Kaimi, dhe i ka shtu forma të ndryshme të krahasimit midis diturisë dhe pasurisë. Dhe në fund edhe folsi para jush i ka shtu disa aspekte prej këndvështrimit të tij. Mirë, po këtu kur ti dëgjoni këto krahasime midis diturisë dhe pasurisë, ta keni parasysh këtu është për qëllim nëse dikush mirët vetëm me pasuri e nuk mirët me dituri. Do ta shihni se çfarë përfundimi të keq ka. Se profeti alayhis salatu wasalam ka treguar që kjo botë është për 4 persona. I pari është ai që Allah i ka dhënë edhe dituri edhe pasuri, ai përmes asaj pasurie i friksohet Allahut, i bën një farfisnore edhe di që Allah ka hak në ta. Ky është në pozitën më të lartë. Pra ai që ka edhe dituri edhe pasuri. Kurse i dytë është ai që ka dituri po pasuria, ai thotë sikur të kisha pasi ai pari kisha vepruar njësaj, shpërblimin e barabartë. I tretë është që s'ka dituri, po ka pasuri, ai as nuk i tutet Allahut me atë pasuri, as nuk i mban një farfisnore, as nuk din se Allah ka hak në ta, ai është në pozitën më të lartë. Dhe i katërti as dituri as pasuri, thotë sikur të kisha pas sikur ai paraprake, kisha vepruar njësaj, mëkate e kanë barabartë. Pra shikoni, pasuria të bën njeriu më të mirë nëse është e shoqëruar me dituri. Kurse të bën njeriu më të keq nëse është pa dituri. Prandaj këtu tregoni se çfarë kriteri është e dituri. Prandaj le të shikojmë dallimet madhështore midis diturisë dhe pasurisë, që t'ia dim vlerën diturisë dhe t'i kushtojmë shumë më shumë rëndësi diturisë sesa pasurisë në kohën tonë që u përhap materializmi shumë dhe njerëzit për pasuri janë gjendje gjithçka me fliu. Dallimi i parë midis diturisë dhe pasurisë është që dituria është trashëgimia e profetëve, kurse pasuria është trashëgimia e mbretërve. Subhanallahu, shikoni, ti sa më shumë që merr dije, aq më shumë ki trashëgimi të pejgamberëve. S'kon derë më të madh se kë. Njerëzit më të mirë që kanë ekzistuar ndonjëherë janë pejgamberët. Kurse në anën tjetër, njerëzit më të këqij që kanë ekzistuar ndonjëherë kanë qenë mbretërit. Shikoni ku i ka çu pasuria. A ka pas njeri më të keq se faraoni, mbreti i Egjiptit? Shikoni ku e ka çu pasuria ata. E pasuria është trashëgimi e mbretërve. Kurse pejgamberët nuk lanë trashëgimi as dinar as dirhem, por vetëm dije. Kush e merr atë dije ka marrë mirësitë pa krahasueshme. Pastaj dallimi i dytë midis diturisë dhe pasurisë është që dituria të ruan ty, kurse ti e ruan pasurinë. Shikoni, kur ti bën një pasuri ti dush me ruajt, në për kuleta, në për gjëra llogari, në për shtëpi, ku e diun, dush me ruajt. Kurse diturinë s'ka nevojë me ruajt, ajo të ruan ty. Dituria të ruan ty, të ruan nga gabimet, të ruan nga mëkatet, të mëson ku me ecë e ku me ngec. Në çdo aspekt. Kurse pasuria kërkon mbrojtje, është jashtë qendjes, nevojitën masa sigurie, rreziku i humbjes është konstant. A diturinë askush nuk mundet me ta vijë. Ajo mbetet gjithmonë me pronar dhe është forcë e brendshme. Pastaj dallimi tjetër midis diturisë dhe pasurisë është që diturinë sa më shumë që e jap, as më shumë shtohet. Kurse pasurinë sa më shumë që e jap, ajo paksohet. Përveç nëse jepet për sado. Kurse nëse shka përdelet pasuria, ajo humb. Siç na ka mësuar Allahu i Madhëshëm që mos e dorën tënde për qafe, as mos e shlera tërësisht që të mbetesh i qartuar. Allah madje i ka thujt shka për dersit e pasurinë, i ka thujt vëllezër të shejtanit. Pra pasuria paksohet me shpenzim, kurse dituria vetëm se shtohet çdo herë më shumë. Pastaj një dallim tjetër thelbësor i diturisë dhe pasurisë është që dituria të shoqëron edhe në këtë botë në tjetër. Hyn me ty në varr, dhe është e pandashme prej teje. Është në shpirtin tënd. E shpirti është krijuar që të mbetet, mos vdes. Kurse pasuria kufirin e ka derët e vorr. Siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur njeriu të vdes, e shoqërojnë 3 gjëra. E shoqëron vepra e tij, pasuria dhe familja. 2 kthehen kurse 1 ngel me ta. Kthehet pasuria dhe familja kurse veprat mbesen me të. E tek vepra është edhe dia, se ti dush vepër për me kërku dijen. Pra dia vazhdon me ty edhe në botën tjetër. Është pjesë e qenies tënde. Pastaj dallimi tjetër midis diturisë edhe pasurisë, edhe këtë përmend Aliu radiallahu anhu, thotë el ilmu hakimun wal malu mahkumun alayh. Dituria është
gjykatëse, kurse pasuria është ajo që gjykohet. E kundërta s'mundet me ndodh. S'mundet me ndodh që pasuria me gjyku diturinë, po gjithmonë dituria e gjykon pasurinë. Për shembull, nëse kemi një rast në gjykatë, ngrihet ndonjë padi, gjykatësi me dijen e tij vendos dënim e xhabit me parë. Pra dia pa gjykon pasurinë, po gjykon kë dënohet për shkeljen komunikacion kaq e kaq, 100-250 euro. Pra dia pa gjykon pasurinë, po nuk ndodhe kundërta, pasuria me gjyku diturinë. Kjo tregon vlerën e madhe që ka dia. Pastaj kush e merr diturinë e vërtet? Ne gjithmonë vëllezër kur po flasim për dituri, nuk është për marife. Marife I vjen njohuri, po kemi fjalën për el-ilm, ton dituria e dobishme, dituria që transformon, dituria që ndryshon. Çka është ajo dituri? E këtë dituri nuk e merr askush përveç se besimtar, e vërtet. Pra, është e rezervuar vetëm për besimtarët, kërkon pastërti të zemrës, nevojitet për ulësi dhe dashurimëri, është dhuratë e Allahut, transformon shpirt. Çka është dituri? Kurse pasurinë e merr gjithë, e merr besimtari dhe jo besimtari, I miri dhe I keq, dhe nuk kërkon veti shpërtruar. Mundet njeriu mashtruesi më I madh, mu pa pasunikun më I madh, siç edhe ndodh shpesh. Pastaj tjetra vlerë e diturisë në raport me pasurinë është që për dituri ka nevojë gjithë, mbretëri, drejtuesi, gjithë njerëz. Gjithë ka nevojë për dietar dhe për dije. Kurse për pasuri ka nevojë vetëm të varfrit dhe nevojtar. Nuk kanë gjithë nevojë për pasuri. Pastaj dallimi tjetër është transformimi I shpirtit. Dituria pastron realisht. Edhe mbledhja e diturisë lartëson shpirtin, e pastron zemrën, sjell për sosmëri të brendshme, është thelbi I plotësimit njerëzor. Mundesh ti mu përmirësu, as mu vedisu, nëse me dije. Kurse pasuria nuk transformon. Mbledhja e pasurisë nuk e pastron shpirtin, nuk sjell për sosmëri, krijon koprasi dhe lakmi, është burim I mangësive shpirtërore. Pra lakmia për dije është thelbi I përsosjes, kurse lakmia për pasuri është thelbi I mangësisë. Një dallim shumë I madh. Pastaj dallimi tjetër është pasuria të çon drejt arrogancës dhe mburrjes, krenarisë dhe madhështisë, tiranisë dhe vetë mjaftueshmërisë, cilësitë e mbretërve të kësaj bote. Shtë mbretëre. Na thamë që pasuria është trashëgimia e mbretërve. E të çon ty mjë ngjasu mbretërve me krenari, me ndjemadhësie, me të dog vetja që bota sillet rreth e gjëra të kësaj natyre. Kurse dituria të çon drejt për uljes dhe modestisë, devotshmërisë dhe falënderimit, shërbimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Cilësi e robërve të devotshëm. Pastaj dallimi tjetër midis diturisë dhe pasurisë është që dituria është urë drejt lumturisë. Dituria të çon te lumturia, të çon te qëllimi I vërtet I ekzistencës, për çka e krijuti, për çka e ardhur këtë botë. Sa ata që nuk kanë dituri, nuk kanë as qëllim në jetë. Edhe kjo I shkatron ata më shumti. Nuk kanë qëllim, nuk e dim pse kanë ardhur. Mendojnë që kanë ardhur prej asgjës dhe do të bëhen asgjë. Dhe midis këtyre dyjave I bën që janë asgjë. Kështu që nuk kanë qëllim të ekzistencës dhe nuk kanë kuptim të thellë të jetës dhe nuk e kuptojnë lumturinë e përhershme as për mbushje shpirtërore nuk kanë. Gjitha këto fitohen me dituri. Kurse pasuria në anën tjetër është pengesë nga e vërteta. Një perde që të ndon nga qëllimi për të cilën u krijove, nga kuptimi I thellë I jetës, lidhja e vërtetë me krijuesin dhe lumturia Janë dy lloje të pasurisë, pasuria materiale dhe pasuria e diturisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "El-ghina ghina an-nafs, wa laysa ghina al-arab." Pasuria është pasuria e shpirtit, nuk është pasuria e materies. E pasuria e shpirtit është dituria, s'ka tjetër. Kurse pasuria fizike shpesh herë bën varfër shpirtër. Shumë prej njerëz, shumica që pasurohen materialisht janë të varfër shpirtër. Përveç një pakicë që ka mëshiruar Allahu I madhëshëm. Kush është robi I vërtet? Pasuria të robran, sa njërin e sklavran pasuria. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Është katruar robi I dinarit dhe I dirhemit. Kurse në anën tjetër dituria nuk robran, çliron, të bën me kon I lirë me kon. Jo me kon sklav, jo me kon sklav I epshe tua, jo me kon sklav I shejtanit. Dituria është ajo e cila ciron, se dituria ta fuqizon logjikën. Në Kur'an quhet logjika akël. Akël është diçka që lidh. Pra sikur logjika ti lidh epshet, ti lën me u shkapërder. Edhe dituria e nal që ty epshet mos me sklavru. Kurse pasunia ja u çel gjitha ato lidhjet, ja çel epshet. Gjitha ato pengesat që me shkuan drejt merre. Prandaj dituria është ajo që çeliron. Dituria të rëbron ndaj
Zotit, bash aty ku është lumturia, bash aty për çka e kriju. Nuk mundet njeriu me ndje lumturi veçse në robrim ndaj Allahut të Madhëshëm. Pamundshme. S'ka lumturi tjetër në këtë botë. Se për çfarë e kriju, kjo nuk arrihet vetëm se me dituri. Pastaj dallimi tjetër është rrënjët e të mirës e të keqes. Rrënjët e gjitha të mirave janë te kërkimi i dijes. Çdo mirësi, po bash absolutisht çdo mirësia fillon prej diturisë, dobishme. Sepse dituria e dobishme është rrënja e çdo bindje dhe vepre të mirë. Ti ki mundësi me bë vepra të mira pa i ditë ato, pa i njohur. Ç'kemi bë vepra të mira? Ç'kemi bë adhurimet e sakta? Kur nuk i njoh detajet. Çan devotshmërinë, bamirësi, lulzon drejtësia dhe afrohesh tek Allahu i Madhëshëm. Kurse pasuria, rrënja e çdo mëkati dhe gabimi. Kopracia, lakmia, padrejtësia rrjedhin nga ajo dhe pasojat shpirtërore të përqendrimit në mall të largojnë edhe prej Allahut të Madhëshëm. Vlera që nuk zhduket, i pasuri, vlera e tij është pasuria e tij. Kur ta shikosh, i pasuri vlerësohet për shkak të pasurisë. Mirë po, kur i humbet pasunia, i humbet edhe vlera. Mund të djegët pasuria për një moment, siç është duke ndodhur në këtë moment që jemi duke folur na, këtu afër njëve është djeg një kompleks i madh i biznesit. Por gjitha ajo pasuria ju djeg më një herë. Edhe realisht tash nuk kanë më respektu më njerëz, që kanë respektu deri më tash. Pse? Sepse vlera e tij ka qenë pasuria. Dhe si të humbet pasuria, automatikisht njerëzit largohen prej. Mbetet pa asnjë vlerë të brendshme. Identiteti i lidhur me të jashtme. Pra vlera e tij është e lidhur me diçka të jashtme prej tij. Kurse ta shikojmë te dituria, dietare vlerësohet për ata që ka e din. Vlera e tij nuk mund të zhduket. Është në rritje dhe shumëzim të vazhdueshme dhe identiteti i tij është i lidhur me brendsinë. Pra vlera e njerit të dijes është ndërlidhur me brendsinë e tij, është diçka brenda tij. Kundërshtar e pasurisë është diçka jashtme materiale prek. Pra dallim shumë i madh. Vlera e vërtetë është ajo që mbetet kur gjitha të tjerat zhduken. Shikoni çfarë vlere ka dituria spa. Nëse çka nuk na stimulon, nuk na nxit, na më marr gjithkohë me dije, diçka ka më na nxit. Natyra e vërtetë e gjërave. Pasuria është thelbi i saj është nga lloji i trupit, kurse dituria thelbi i saj është nga lloji i shpirtit. Pra pasuria është materiale, është e prekshme, është kalimtare, si vet trupi që do të kthehet në dhë. Kurse dituria shpirtërore, e pavdekshme, përjashme si vet shpirti që do të kthehet te krijuesi. Për këtë arsye njëri prej të parëve ton ka thonë Yunus ibn Habibi, dituria jote është nga shpirti jot dhe pasuria jote është nga trupi. Dhe dallimi midis pasurisë dhe diturisë është si dallimi midis trupit dhe shpirtit. Njëra kalan, tjetra mbetet për gjithmonë. Pra, çfarë dallimi të madh ka trupi me shpirtin, subhanallahu. Me keqardhë dhe shumica e njerëzve këtë kohë i kushtojnë rëndësi vetëm trupit. Për atë arsye ka pasuria vlerë shumë të madhe të. Kurse me pas ditë që krejt lumturia, krejt baza është e shpirtit. Ky trup do të më llogarit si vetëm thjesht si një karrike e shpirtit. Qëllimi është e shpirtit, nuk është e trupit. Për këtë arsye duhet që ta pasurojmë shpirtin tonë me dituri. Dia është thesari që nuk ka zëvendësim. Dietari nuk e shkëmben diturinë e tij për asnjë pasuri të kësaj bote. Pra nëse afron dietarit gjithë botën, e tu po ta dhurojmë gjithë botën në shkëmbim me diturinë tënde. Pra ta marrëm diturinë tënde, merre gjithë botën, kur s'pranë ndjet. Se e din çfarë vlerë ka dituria. Kurse në anën tjetër, i pasuri me mend, pra një pasunik që është i mençur, nëse i thuhet atij apo e jep gjithë pasurinë e tij, më bë më i dëshme, ai ka më hon po më një herë. Ka një çfarë vlerë ka dituria. Bindja dhe mosbindja. Askush nuk jo ka bind Allahut pa dije. Dituria është rruga e bindjes ndaj Allahut. Kurse në anën e tjetër, prova e pasurisë, shumica atyre që nuk i bindën Allahut e bëjnë këtë për shkak të pasurisë. Nuk i bindën Allahut për shembull në dhënien e zakatit, në fitimin e pasurisë halal, pastaj edhe shfrytëzimin e saj halal. E gjëra të kësaj natyre. Pra shumica që kundërshtojnë Allahun e kundërshtojnë për shkak të pasurisë. Kurse më bind Allahut s'ki mundsi ndryshe vetëm me dituri. Pastaj dallimi tjetër është thirrja drejt së vërtetës. Dietari thret njerëzit tek Allahu me dijen e tij. Jep shembull me sjelljen e tij dhe udhëzon me fjalë dhe me vepra. Kurse grumbulluesi i pasurisë thret drejt kësaj bote, tregon pasuri dhe luksoze, tërheq drejt materializmit. Dia drejton rrugën drejt Allahut, pasuria shpesh e errëson. Pasuria shpesh shkak i shkatrimit. Dashuria për pasuri është diçka që është e ngërthyme te njeriu. Dhe kur ta shohin të tjerë që ti ke pasuri, automatikisht aktivizohet zilia dhe dëshirojnë shkatrimin tënd. Si të shohin ty me pasuri, dëshirojnë që të shkatrohet ajo pasuri. Ta kanë inat, ta kanë zili. Dhe është shkak i humbjes së pranarit dhe i rënies tij. Kurse në anën tjetër, dia është burimi i jetës.
shkak i jetës për djetarin dhe për të tjerë. Njerëzit e duan, e nderojnë dhe e shërbejnë atë që ka dije. Pra e dojnë, nuk ja kanë zhjilin në farforme, nuk dëshirojnë m'ia shkatru. Pse se dituria është diçka e brendshme, që s'mujnë m'ia vjedh. Edhe nuk e kanë zhjili siç i kanë zhjili pasurit. Përkundërzi dietarët i respektojnë, i çmojnë, sikur mi pas prindërit e tyre, madje edhe më shumë se prindërit. Kënaqësitë ndryshme. Shikoni çfarë dallimi ka kënaqësia e diturisë me kënaqësinë e pasurisë. Kënaqësia e diturisë është kënaqësi mendore dhe shpirtërore, i ngjan gëzimit të melaçeve. Po ajo lumturi që e gjen kur hulumton dije, kur mëson gjëra të reja, është shpirtërore dhe i ngjason kënaqësisë të melaçeve. Thellësia intelektuale është gëzim që lind nga të kuptuarit, kurse kënaqësia pasurisë është ose imagjinore në grumbullimin e saj, ose kafshore në shpenzimin për dëshira. Pasuria ka dy gjëra. Fillimisht fitimi, e dyta shpenzimi. Fitimi është realisht imagjinar. Se do ta marrim më vonë arsyen pse është imagjinar, sepse pasuria në vetvetiu nuk ka vlerë. Pra është imagjinare gjatë fitimit. Kurse kur shpenzohet për fryrën e epsheve që ngjasojnë me epshet e kafshëve. Shikoni çfarë dallim. Dituria ngjason me melaçe, kurse pasuria bën më ngjasum me kafshë. Pikpamja e njerëzve të mençur. Njerëzit e mençur e lavdrojnë një njerëz që është lakmitar për dije. Një njerëz që e shohin që është shumë lakmitar për dije, lakmitar për libra, për ligjërata, për neja dijes. E çmojnë këta, sa mirë. Kurse lakmitari e pasurisë, njerëz e mençur gjithë e shohin si vërtet ult, si njerëz të uritur, si njerëz që po i robrohet çefit vet. Dhe asketizmi me dy kuptimet e tij të kundërta. I lavdruar, asketizmi në pasuri. Ti me qartë, kur flasim për asketizmin, asketizmi vërtet është i zemrës. Pra, mos me pas ti pasurinë në zemër, kjo është e lavdruar. Kurse në asnjë rast nuk është i lavdruar asketizmi me dije. Me kon asket ndaj dijes, kjo është e nënçmuar totalisht. Edhe kemi pas kësi njerëz që realisht përveç që kanë pas disa sekte janë dalluar me asketizëm edhe ndaj dijes. Pastaj për shkak të asketizmit ndaj dijes, edhe vetë asketizmi nuk e kanë bën mirë. Shikoni, çka të bën dija. Kurse ki dijen, as çata adhurim që po don me bë, s'ki me bë ç'është. Subhanallahu, për atë arsye asketizmi i vërtetë është asketizmi i zemrës. Pra, ai njeri, kjo është pasaj relative. Dikush nuk bën përshtypje pasuria, gjithë bota me bë. Edhe ai është mirë me kanë i pasur, siç ka qenë rasti Omerit radhiyallahu anhu. Ati kanë ardhur pasuria e pranderisë persiane dhe romake. Ka proj me are të kuq. Ai ka bë për shtypja Omerit jon, dhe ne ka shpenzuar rrugë të Allah. Por sa ai se evrejnë që po ndikon te ai, duhet m'ia bë stop, mos me leju me hyn zemrën e tij. Pasuria ka vendin dorë, jo në zemër. Kjo është esenca e asketizmit. Lënia dhe marrja. Subhanallahu, pasuria lavdrohet te njeriu kur ai e lën ata ose kur e jep ata. Kurse dituria lavdrohet kur e merr. Pra shikoni është dallim thelbësor. Dituria lavdrohesh kur të merr prej saj sa më shumë. Kurse me pasuni lavdrohesh kur ta heksh. Njerëzit e lavdrojnë kon ai që e hek pasuni. Frika dhe siguria. Sa i përket pasurisë materiale, i kemi tri lloj frika. Frika e parë është para se me fitu ato, i trishtuar nga mungesa. Kurse pas fitimit friksohet mos me humb ato. Sa më shumë pasuri, as më shumë frikë. Kurse pasuria e diturisë gjithmonë e shoqëruar me siguri. Vazhdimisht sjell gëzim dhe kënaqësi dhe pafund qetësi shpirtërore. Ndarja e pashmangshme, i pasuri me pasurinë, domosdoshmërisht do të ndahet nga pasuria. Ki mund ndani det prej pasurisë, e pamundshme. Disa njerëz po mundohen, disa milionera që nuk janë musliman, po mundohen po ja fusin edhe në varr atë kerret bogatit atë që janë aty, po mundohen me marrë edhe mas vetin në varr, ka ti fusin aty. Atë veç kanë më bë dënim edhe më shumë të janë botën tjetër. Kështu që pe pasurisë ke mund ndaj dikur, hera ta vonë. Dhe kur të ndahesh ka dhimbje në ndarje. Dhe është kënaqësi e përkohshme. Gëzimi me pasurinë është kalimtar dhe pas saj vjen dhimbja. Kurse kundërta është me diturin. Aja nuk zhduket kurr, është e përhershme dhe e vazhdueshme. Është pa dhimbje, gëzim që nuk shoqërohet me vujtje. Sa e pastër është dia. Paradoksi i pasurisë. Pasuria materiale është në të vërtetë shpirti është i varfër edhe me pasuri. Ton mundet që njeriu të jetë shumë i pasur, por në anën tjetër i varfër shpirtërisht. Domethënë është një farë lloj paradoksi. Kurse pasuria e shpirtit është pasuri e brendshme dhe është e përjetshme. Pasuria me dia është pasuri e vërtetë, pasuria me para është varfëri e fshehur. Cikli i pakënaqësisë. Shikoni këtë ciklin e pakënaqësisë. Kënaqësia nga pasuria shfaqet vetëm në momentin e fillimit të saj. Në vazhdim ajo zvogëlohet gradualisht. Po njeriu kur në fillim e merr pasurinë e ka një kënaqësi të madhe. Mirë, po kjo ajo fillon të zvogëlohet. Dhe njeriu vazhdon të kërkojë shumë e më shumë, pafund dhe ngel i etur. Edhe kjo tash edhe me studime
neurologjike po e shpjegojnë se si disa hormone kur i shfrytëzon me pasuri shumë ato harxhohen. E mon nuk ndjen kënaqësi. Pra sa më shumë pasurive shkon tu harxhohen, mon nuk e ndin shihen asgjë. Kurse kundërta vlen me ditori. Ditoria është kënaqësia e njëjtë, me kalimin e kohës madje vetë shtohet. Sa më shumë që shtohet ditoria shtohet kënaqësia, e kundërta me pasuri. Dilema e bamirësisë. Është edhe ky një problem i madh njeriu kur të fiton pasuri. Se njeriu kur fiton pasuri ose ka me dhon ose ka mu tregu koprat. Nëse tregohet koprat, atëherë njerëzit do ta shohin si tillë dhe do ta urrejnë, do ta përçmojnë dhe do ta largojnë. Dhe fatkeqësitë këtij personi vijnë më shpejt se zjarri që futet nëpër dru të thotë. Mund ta plaçkisin, mund ta sulmojnë, mund ta urrejnë këta njerëz që veç tu bojnë pasuri, po nuk dhjapen. Po në anën tjetër, kur të kemi pasunikën bamirës i cili jep, ai patjetër që kam ju dhënë disave, po nuk do të mundet gjithve. Nuk ekziston asnjë pasunik që mundet gjithve me jo. Siç ka thënë profeti alayhis salam, ju nuk mund të përfshini njerëz me pasurinë tuaj. Mirë, po përfshini ata me fytyrë të hapur dhe me sjellje të mira. Prandaj nuk mundesh me përfshin njerëz me pasurinë. E çka ndodh për shkak kësaj, kur ti japsh dikujt tjetër ja, ai tjetri ka më hidhru. Pse s'm dha dhe mua? Ose edhe që ati që ke dhuru, nëse nuk e dhuran më, ja fillan hidhrohet. Pse s'po mjet më? Pra në dy rastet me pasuri njerëzit po hidhrohen. Kurse me ditoria është e kundërta. Ditoria jepet për krejt. Edhe gjithë janë shoqërues saj. Edhe asnjë nuk mbetet i pakënaqur. Për këtë arsye thuhet, ruaju nga e keqja atij i cili i ke bë mirë. Edhe kjo është një fjalë shumë e vërtetë. Ruaju nga e keqja, nëse me të vërtetë është ai njeri i poshtër, njeri që s'ka dije i bën mirë ti, ruaju se ai ka me tu hidhru. Ka me lyp gjithmonë mi dhon shumë më shumë. Pastaj kemi edhe një rregull tjetër, burgimi i shoqërimit, edhe kjo është shumë e fortë. I pasuri nuk mundet asnjëherë me gëzu pasurinë e tij pa shoqërues. A mundi me imagjinu një njeri që ka tonelata me ari dhe vetëm qëndron me ata ari dhe kënaqet? A mundet njeriu të kënaqet vetëm prej arit? Jo. Po çka është ajo që ka bën të pasurin me kënaqje? E bën shoqëria. Ajo pasuri tash i tërheq. Edhe që ajo tërheqje e bën njeriu që të kënaqet. Tërheq shok, tërheq shërbëtor, tërheq punëtor, tërheq bashkëshorte. Gjitha pra, kjo kënaqësi do lidhet për shkak të shoqërimit. Edhe mbreti më i madh në botë nuk është kënaq me lënë ata veç me pasurinë e tij, me thesaret e tij. Pa pas ushtri, pa pas shërbëtor, pa pas roje, pa pas. Pra, është e ndërlidhur kënaqësia të pasurit me shoqëri. Mirë po, kjo lidhja e pashmangshme është bërimi të gjitha problemet. Qysh ashtu? Njerëzit kanë dëshira dhe interesat ndryshme. Ata po të afrohen ty për shkak të interesit material. Edhe tash dëshirat e tyne janë ndryshme, interesat e tyne janë ndryshme. Aja që i pëlqen njërit e urrejnë tjetrin. Dobitë e njërit janë domet e tjetrit. Ti kënaq të gjithë është e pamundur. Sa më gjatë të zgjasë shoqërimi, aq më shumë shtohen shkaqet e konfliktit dhe armiqësisë. Kjo është e dukshme. I shumë njerëz më të famshëm, më të pasur në botë se sa shpesh kanë shkurërzime, sa shpesh kanë probleme familjare, shtohen probleme. Për këtë arsye keqja që vjen nga të afërmit dhe shokët është shumë më fish më e madhe se ajo nga të huajt. Kur të afrohen ata për shkak të interesit material, vjen domi prej tyre. Kurse dietari shpëton nga këto sprova. Dia nuk kërkon shoqërim të detyruar me askën. A keni pa dietarin me veçu me libra, për të nuk ka nevojë më asgjë tjetër më. Mja von ymrin e Nuhit. Ai ka më kënaq me libra, edhe kur si bën baja. Ai çdo herë shtohet kënaqësia, dallim prej pasurisë. Iluzionet e kënaqësive toksore. Dhe këtu e përmend Ibn Kaimi një teori. Edhe ai thotë është disa dietarë kanë dhënë këtë teori, që thonë se kënaqësia është vetëm te largimi i dhimbjes, jo që është reale. Për shembull, kur ti vesh rroba, ti ndjen kënaqësi sepse po veshësh mbulon pjesë të turpshme, pe hek një dhimbje, ose pe largon të ftohtit, ose të nxehtet e tepër. Pra është largimi i dhimbjes. Kjo është teoria që përmend. Ose ushqime, uria, mos ta harrojmë urinë. Thatë uria, pse ndjen njeriu kënaqësinë në ushqim, sepse largon urinë. Se nëse një njeri i ngopur i thua ha ushqim, ai s'ka me ndjek kënaqësi, apo jo? Pse se kënaqësia e tij ka qenë te largimi i dhimbjes, i urisë. Pra këto janë gjitha të ngatruara me frikë, me largim dhimbjes, kurse dituria është kënaqësi vetvetiu. Pastaj tjetra gjë është që është problematike te pasuria është që i pasuri e urrejn vdekjen dhe takimin me Zot. Sepse do pasurinë dhe dëshiron të mbetet për të kënaqur me ta. Realiteti e dëshmon këtë çdo ditë. Pra zemra është e prangosur, grumbullon ari, e ka zemrën të
lidhur me këtë botë, mendime për ndarjen e dhëmbë, vdekja i duket si armiku më i madh. E urrejnë vdekje. Kurse shpirti i liruar, çka? Dia dhe besimi e bëjnë njeriu të dëshirojë takimin me Krijuesin. E bëjnë që të mos e daj këtë jetë të përkohshme plot mundime. E çliron shpirtin nga zinxhirit e kësaj bote. Pra një dallim i madh. Një dallim i madh. Ai cili me vërtet i ka i pasuria në zemër, ai urrejn takimin e Zotit. E din që ka mund të ofrej të dashurit e tij. Kurse dia vën ty që me njoh Zotin, me njoh emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të larta dhe pastaj e bën Zotin. Dhe i gatshëm kur do herë me vdek. Madje edhe dëshiron takimin e Zotit. Kujtimi që mbetet. Edhe këta e përmend prisi besimtarë Ali radiallahu anhu, thesar mbajtësit, ata tubusit e thesareve, ata vdesin duke qenë gjallë. Kurse dietarët besin gjallë edhe kur të vdesin. Ka një sot dietari është ne ende përfitojmë prej tyre. Thot a janë hum mefkude. Thot ata trupat e tyre ka shku. Mirë, po shembujt e tyre na kanë mbetë mend. Kështu thot prisi besimtarë Ali radiallahu anhu. Po edhe pse kanë vdek dietarët, ata janë gjallë. Ata kanë lënë dije që na sot asoj dite po përfitojmë. Që edhe kjo dije që po e përfitojmë prej tyre, është prej fryteve kërkimit dijes që kanë bërë. Edhe ne sot asoj dite po përfitojmë pse kanë shku 1000 vjetë, 700 vjetë që kanë vdek ata. Ata janë gjallë. Kurse tubuesit, thesar mbajtësit, ata vdesin duke qenë gjallë. Pra vdesin zemra. I vdesin djesia, nuk kanë djesi më. Dhe për këtë shkak ata vdesin duke qenë gjallë. Dhe jeta e vërtet, shpirti dhe trupi. Trupi është i vdekur, jeta e tij është shpirti. Shpirti është i vdekur, jeta e tij është dia. Pse ti je gjallë? Pse je gjallë ti? Shtash, a e ke bërë çet pyetje vetës? Pse je gjallë? Je gjallë sepse Allah e ka fut shpirtin në trup. Shpirti i ka lënë trupit të jetë. Po ta shpirti qysh jetë gjallë ai përmes dia. Përshëndet. Trupi, shpirti e mon gjallë trupin, kurse dia e mon gjallë shpirtin. Kështu që po jetë që me dije përmirësohet njeriu. Pasuria dhe dia, pasuria në më të mirën e raste mund ta zgjas jetën e trupit. Por dia është ajo jeta e zemrave dhe shpirtave. Ajo është fryma që jep kuptim ekzistencës. Mbretëria e brendshme. Zemra është sikur mbret. Ne e dimë se zemra është mbreti i trupit, thelbi i trupit. Dia është zbukurimi, pajisja dhe pasuria e saj. Ajo që e mban frunin e saj. Pra, këtë gjëra i ka dia në raport me zemrën. Nuk mundet të mbetet zemra gjallë pa dije, sepse dia është edhe zbukurimi, edhe armatimi i saj, edhe burimi i jetës saj. Kurse në anën e kundërt mbretat e kësaj bote kanë nevojë për ushtri, pajisje dhe pasuri. Kurse për zemrën dia është ajo që ka e mban gjallë. Pra, ashtu që shëmbani mbret gjallë, ushtria, froni, shërptorët e gjithçka, që ashtu edhe zemrën, që është mbreti i trupit, që ajo ushtria, froni, gjithçka i saj është dituria. Mjetet për udhtim, njeriu është kriju për një udhtim, për udhtimin drejt krijuesit. Ne në këtë botë jemi udhëtar. Ne jemi udhëtar në këtë botë. Nuk jemi kriju që me mbet këto, po jemi kriju që me u sprovu këto se cili prej nesh është me vepër mirë. Pasuria e nevojshme është ajo aq sa me mbet trupi të gjallë. Aq sa ta lejon përgatitjen për këtë udhtim. Kurse teprica e dëmshme çdo grumbullim për të nevojës të pengon. Sa më shumë pasuri aq më i ngadalshëm bësh. E të mban peng, të pengon të ecësh përpara. Kurse dia domosdoshme sa më shumë dije të kesh, aq më i përgatitur je për takimin me Allahun. Ajo është ushqimi i udhtimit, pajisja rrugës. Ajo të shpihet drejt destinacionit vërtet. Imagjinoj, me udhëtar. Nëse ti s'ke dije, ti e gaban udhën që nga fillimi. Subhanallahu, nuk shkon te Allah. Ai i cili është në rrugë drejt, ai është tu ecën sirat. Tash, është tu ecën sirat. Ai domon që ka qelluar përmes dijes që ka dhënë Allah, ai është duke ecën sirat. Po ai i cili s'ka dije, çu shka me hin sirat, çu shka me hin në rrugë drejt. E keni parasysh se këto navigacione. Të mund të themi që janë të japin informata se ku është destinacioni saktë. Edhe pse shpesh humbin, po nëse ti nuk e ke navigacionin, ti ke me shku diku nga ban rrugën, që nga fillimi. Pra ne jemi udhëtar, edhe udhëtari ka nevojë më shumë për dije, që është udhëzimi. Udhëzimi edhe vetë udhëzimi është dije. Çka i bën udhëzim? Udhëzimi i bën me njoft rrugën. Pra dije për rrugën. Ç'ka është udhëzimi? Për këtë arsye, ky është një dallim tjetër thelbësuar midis dijes edhe pasurisë, se pasuria nevojitet çaqsa për me çu udhëtimin në fund. Këto ishin pra ato pikat që ka tubu Ali radiallahu anhu dhe Ibn Kaimi, kurse pas kësaj kam shtuar një dy aspekte nga ajo që Allah ka dashur, është një dallim tjetër midis diturisë dhe pasurisë, është që për kërkuesin e diturisë melaqet e ulin krah. Kur melaqet e shohin një kërkues diturisë, janë duke fluturuar e ndalin fluturimin. Edhe i ulin krahët e tyre, si respekt po ka lënë kërkuesi i dijes. Kurse anën tjetër nuk i ulin krahët për kërkuesin e pasurisë. Edhe ky është një dallim tjetër midis
dijes, kërkuesi dijes dhe kërkuesi të pasurisë. Edhe tjetri dallim është që kërkuesi dijes i lehtësohet rruga për xhenet, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ai që merr një rrugë me kërku dije, Allah e lehtëson rrugën për xhenet. Mirë, po kjo nuk vlen për kërkuesin e pasurisë. Prandaj kjo është kjo ligjërat, pse kjo është temë shumë më e gjerë se kaq. Mirë, po edhe në fund po e përsërisim, dija është thelbësore. Pa dije nuk nevojitet pasuri. Prandaj unë i këshilloj njerëzit që Allah e ka mësuar që të kenë pasuri, që të mos ju ndahen tubime e dijes, të mos ju ndahen kërkuesve e dijes, sepse pasuria do t'i shkatërrojë. Domosdoshmërisht, nëse i pasuri nuk jepet pas dijes, dija ti ka me shkatru. Gjitha këto që ka i përmenëm janë për ata të cilët kanë pasuri e nuk kanë ditori. Ata janë pozitën më të ulët, siç ka përshkruar pejgamberi sa. Kështu që ditoria e dobishme është fillimi dhe fundi i shpëtimit njeriu. Andaj le të jemi të zellshëm për kërkimin e dijes. Le ta themi atë don profetike, se ta falim namazin sabat. O Allah, kërkoj prej teje ditori dobishme, rrezik të mirë dhe vepër të pranueshme. Me këto tri parime do ta jetoj besimtari jetën e tij. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.